Vjehra më kapi duke i rënë me dorë dhe erdhi më ndihmoi duke ajri në dhomën time të ftuar ishte i rënd, i mbushur me nxitjen e mbrëmjes së 18 orësh që kisha kaluar duke punuar në projektin klient. Era e parë e verës, e mbushur me erën e jaseminëve që rrinte përpara shtëpisë së vjehrës, depërtoi vetëm si një fshehtësi e largët përmes dritares së mbyllur. Trupi im ishte një grumull i ngurtë i nervave dhe i muskujve të tendosur, kryesisht në shpatullat dhe qafën time. U përpoqja të shtrihesha në dyshek, por çdo pozicion duke i dhimbshëm. Kujtova masazhin e duarve të Elës, gruas time, por ajo ishte në një konferencë për 2 ditë të tjera. E vetmi person tjetër në shtëpinë e madhe për të heshtur ishte Lira, vjehra ime. Lira, e ve, e hishme, në të 50-at e saj, një gravitet i qetë dhe disiplinë që e mbante gjithçka dhe të gjithë përfshirë mua, djalin e saj të huaj nga qyteti, në një distancë të respektueshme, të pakën kështu dukej. Ndjesia e tendosjes ishte aq e padurueshme sa vendosa të provoja diçka. Mbylla syt dhe vura dorën në shpatullën time, duke u përpjekur të gjeja një ny muskuli dhe ta liroj. Por dora ime ishte e padobishme, e shfrytëzuar dhe e pamjaftueshme. Gjemova në xhepin e çarçafit dhe gjeta një top të vogël shkumës që Ela kishte lënë pas. E shtypa në shpinë, duke u përpjekur të imitoj presionin e duarve të një tjetri. Kjo ishte akoma më e dëshpërueshme. Ndjeva një shpejtësi të pakëndshme dhe një ndjenjë të thellë, vetmije. U mbështeta në jastëk, duke u përpjekur të hiqja dorë, kur dëgjova një trokitje të lehtë në derë. Leo, ishte zëri i Lirës, i qetë por i qartë nga ana tjetër e drurit. Dëgjova zhurmë, a je në rregull? Gjaku më mërshoi në faqe. Po, jam në rregull, thira duke u përpjekur të bëja një zë të qetë, vetëm i lodhur. Heshtje. Pastaj mund të marr diçka për ty. Një god, ujë, çaj, më fal. Jo, faleminderit. Isha gati të bëja shenjën e kryqit me shpresën se ajo po largohej kur dëgjova një klikim të lehtë. Dera u hap. Ajo qëndronte në prag e mbështetur në kornizë. Nuk ishte fustanin e mbrëmjes së zakonshme, por një këmishë të gjatë. Preu pambuku të butë dhe pantallona të gjera pambuku. Flokët e saj të kaltër të argjend, zakonisht të mbledhur në një bishë të përsosur, rinin të lishëm mbi shpatullët e saj duke i dhënë një rreth të butë rreth fytyrës së saj serioze. Në dritën e errët të korridorit ajo dukej më e re, më e prekshme. Ti nuk dukesh në rregull, tha ajo, duke mos lënë vend për diskutim. Kemi kaluar të gjithë ditën, ti je i tendosur. Është shpina, pranova, duke u përpjekur të mbuloja veten me mbulesë, muskujt. Do të kaloj. Ajo eci brenda dhomës. Lëvizjet e saj nuk ishin të pasigurta, ishin të qëndrueshme, të synuara. Ajri u mbush menjëherë me aromën e saj të ëmbël, të blertë, diçka e pastër dhe e thjeshtë, si bari sapo prerë. Nuk duhet të ri në dhimbje, tha ajo. Zëri i saj kishte një cilësi praktike, një ton që nuk linte vend për refuzim. Ela më tha se i keni këto probleme të shpinës. Ajo më tregoi disa lëvizje, masazhe të thjeshta. Zemra ime filloi të rrahë me një ritëm të çrregullt. O, jo, Lira, nuk është e nevojshme, vërtet. Ti je familje, tha ajo, duke ndërprer fjalën time me një butësi të fortë, dhe në shtëpinë time, familja nuk u vuan kur kanë ndihmë për t'u ofruar. Vendosi në buzë të dyshekut. Papritur, për një përgjigje vuri duart e saj të ngrohta, të forta, të njohura për pjekjen e bukës dhe rregullimin e kopshtit, por tani të palëkundura nga ndonjë dyshim mbi mbulesën mbi shpatullën time. Gjithçka në mua u ngrit. Lira, fillova të protestoja, por fjala u mbyt në gurmaz. Qetësohu, shpriti ajo, dhe presioni dorës së saj u rrit. Nuk ishte një prekje rastësishme, ishte e qëllimshme, e sigurt. Gishtat e saj gjetën menjëherë nyjen e tendosur në bazën e qafës sime dhe e shtypën, duke përdorur një forcë të saktë dhe të vrazhtë që bëri që të gjithë trupin tim të tundej nga një përzierje dhimbje dhe lehtësimi. O Zot, gërhiva duke lënë kokën të bjerë përpara. Aty, tha ajo me një tingull të kënaqur, e dija. Puna e saj nuk ndaloi aty. Duart e saj lëvizën poshtë shpinës time, duke shtypur, duke gdhendur dhe duke gjetur çdo pikë të tendosur dhe duke e sulmuar me një aftësi që tregonte një uri të vërtetë të trupit.
Nuk ishte një masazh erotik, ishte terapi, por çdo prekje, çdo rëshqitje gishtave të saj mbi këmishën time të hollë ndeste një zjarr të ndryshëm brenda meje. Ishte kontrasti, serioziteti i saj i patundur, përqendrimi i saj i plot në lehtësimin e dhimbjes sime, ndaj ndjenjave që këto prekje të shëndetshme po gjeneronin në mënyrë të pandërgjeshme në trupin tim. Pastaj, një dorë lëvizi më poshtë, drejt hijes sime të poshtme. Unë griva. Lira. Këta muskuj janë të lidhur, tha ajo. Zëri i saj i qetë dhe shkencor, sikur të jepte një leksion anatomie. Tensioni në shpatull shkon deri këtu. Mos u ngurr. Dora e saj u vendos mbi hijen time, presioni i saj i madh i depërtueshëm, duke depërtuar përmes pëlhurrës dhe drejt muskujve të thellë të shtrënguar. E mbajta frymën. Ishte pamundur. Kjo ishte Lira. E ama e gruas sime, por duart e saj, Zoti i madh, duart e saj, ato dinin saktësisht se çfarë po bënin. Dhe trupi im i pabez dhe tradhtar u përgjigj. Ndjeva një ngrohtësi të përhapur, një tërheqje në veten time, më të thellë, që nuk ishte asgjë me dhimbjen e shpinës. Unë mbylla syt me forcë, duke u përpjekur të fokusohesha në lehtësimin fizik të shkatësisë saj. Por pastaj, kur një nga duart e saj rëshqiti pak më afër mesit të kofshës sime, duke ndjekur që muskujt një i ngrohtë dhe i pandashëm u derdh në mbar trupin tim. Isha i ndezur, tmerrsisht i ndezur. Ajo ndaloi. Duart e saj u ngritën nga trupi im. Heshtja që ndoq që ishte gjallë, e mbushur me atë që ndodhi dhe atë që ishte thënë. Kur hapa syt, ajo po më shikonte. Shikimi i saj i qartë, blu dhe i pamëshirshëm nuk lëvizte nga fytyra ime. Nuk ishte turp atje. As të habitur, kishte njohje, një ndërgjegjësim i thellë për reagimin tim fizik, për zhvendosjen e kufive që sapo kishte ndodhur. Por në vend që të tërhiqej, buzët e saj të holla u lëvizën pak, duke formuar një formë që nuk ishte as buzëqeshje as përqafim. E shoh, tha ajo thjesht, zëri i saj një oktavë më i ulët, nuk është vetëm shpina, nuk guxova të flisja, nuk guxova të lëvizja. Pastaj ajo bëri diçka që më çoi frymën. Ajo ngriti dorën përsëri dhe me gishtin e treguar preku lehtë buzët e poshtme të buzëve të mia. Prekja ishte e shpejtë, si një shkëndi. Dhe po aq shokuese. Ka gjëra, vazhdoi ajo me të njëjtin ton të qetë praktik, që heshtja e një shtëpie mund të fshehë, dhe ka ndjenja që mund të dalin kur dikush është në dhimbje. Dora e saj u kthye në shpatullën time, por kësaj herë prekja nuk ishte terapeutike, ishte zbuluese. Ishte një rëshqitje ngadalë e pëllëmbës së saj mbi krahun tim, duke u kujdesur për lëkurën, duke ndjerë shkakësinë. Ellen nuk do ta kuptonte kurrë, shpëriti ajo. Fytyra e saj tani mjaft afër që unë të mund të ndjeja nxehtësinë e frymës së saj. Ajo ka ndryshuar, i përket botës së saj, por ne vuri pëllëmbën mbi zemrën time, duke ndjerë rrahjen e shpejtë. Dhe jemi të dy të vetmuar në këtë shtëpi të madhe, të heshtur. Dhe dhimbja gjen një rrugë për të dalë nga një formë në tjetrën. Truri im i turbullua. Kjo nuk ishte Lira, vjera ime. Kjo ishte një grua e vetme, e fshehur pas dekadave të disiplinës që po e thynte murin dhe duke i ofruar diçka jashtëzakonisht të ndërlikuar dhe të ndaluar. Unë ngrita dorën time dhe u kapëm me dorën e saj, duke larguar nga zemra ime dhe duke e mbajtur atë. Ishte ngrohtë dhe e gjallë në xhep. A nuk është kjo një gabim? Pëshpërita, duke ju lutur që ajo të thoshte po, duke ju lutur që ajo të thuhej jo. Ajo përkuli kokën. Gjithçka që ndodhi në heshtje në errësirë ishte e vërtetë. Kufijt, ndonjëherë kufijt duhet të jenë të prishur, Leo, për të na kujtuar se jemi të gjallë. Dhe pastaj ajo përkul dhe buzët e saj të buta dhe të papritura u takuan me ballin tim, në një puthje të befasishme dhe intime që nuk ishte asgjë me nënën, por gjithçka me gruan. Atë mbrëmje nuk pati më masazh, pati heshtje të re, të rëndë, të mbushur me një tension të ndryshëm, pati dorën e saj në dorën time për një kohë të gjatë, kur ajo u ngrit për të ikur, u ndal në prag. Dhimbjen tënde të shpinës, tha, pa u kthyer. A është më mirë? Mendova për një çast. Dhimbja fizike kishte zbehur, e përballuar nga një stuhi e re dhe e frikshme ndjenjash. Po, u përgjigja më në fund. Është shumë më mirë. Ajo ktheu kokën dhe në profil, në errësirën e korridorit,
Pash për herë të parë një buzëqeshje të vogël të errët në buzët e saj. Më vjen mirë, tha. Fli deri në mëngjes, dhe ajo u largua, duke e lënë hapur derën, duke lënë erën e Jaseminëve të verës të depërtoj brenda dhe të përzihet me erën e saj në dhomën time, tashmë të pandashme nga imja.